e ka Nino dhe kontrollet i ka të shpeshta te veterinari Blend Zhuri. Ai teksa shikon gjendjen shëndetësore të Ninos, tregon edhe për ecurinë e një kontrolli rutinë me pranimin e kafshëve në klinikën e veterinarisë. Fillimisht në çdo kontroll klinike merret historia, anamneza prej pronarit të kafshës, ku sipas pronarit të Ninos, Nino nuk ka ndonjë problem, është vetëm për një ekzaminim rutinor. Pasi që na kanë tregu që ushqehet mirë, nevojat fiziologjike i kryen mirë, nuk kanë vrejt ndonjë paregullsi, diçka që është ma i qetë apo diçka e tillë, ne vazhdojmë me ekzaminimin klinik të matutjeshëm, ku bëhet fillimisht matja e temperaturës. Temperatura duhet me qenë deri në 39.2, do me thonë deri në 39.2 është fiziologjike, kur është 39.2 ose ma e nalt, mundemi me dyshu që kemi një infekcion, një temperaturë dikun për shkak që ka reagu organizmi mirë, po te Nino vrihet që edhe për shkak që është shumë energjik, nuk vrihet që është letargjik apo i qetë apo diçka e tillë. Temperatura është 38.7, është komplet normale, fiziologjike, nuk vrihet diçka problematike. Tash e shiqojmë ka mukozat, shiqohet koha capillary refill time që i themi ne, është koha e rimbushjes të kapilarëve, që duhet me qenë ma pak se 3 sekunda, të një qenë shëndetshëm, që është Nino. E shohim mukoza e hundës është e lagun, pra tregon që qenë është mirë i hidratuar, nuk ka ndonjë problem. Kontrollojmë te pjesa e syve, vrehet që kanali i syve është i pastër, kanali i lëndëve është i pastër. I shohim vesht, ku vrihet që edhe vesht pashtu, sidomos te këta kanë tendencë me pas probleme me vesh, mirë po te Nino muj me pas që është veshi komplet i pastër, nuk ka as edhe dëmë, dhe me thonë, se jo më diçka që mundet me shfaq ndonjë problem. Pulsi është okej, vrihet shkolla e hidratimit që është perfekt, nuk ka ndonjë problem. Shkojmë e dëgjojmë zemrën, shohim qysh e ka zemrën Nino. Zemra e Ninos është në gjendje të rregullt, rarat nuk vrihet ndonjë problem, janë në ritëm normal, janë krejt nuk vrihet ndonjë zhurmë, diçka që nuk duhet me qenë aty, edhe ritmi i mushkërive, frymarrja është komplet e pastër, ka refleks me njëherë, në momentin që i vendoset putra, kjo e kthen në sekund, ka një transmetim të mirë, nervor edhe vrihet që është deri tani është okej. Tash po e bëjmë një ekzaminim vetëm për parazitët të jashtëm. Nuk ka ndonjë parazit jashtëm. Kur fillon stina e pranverës e verës, faktikisht ne japim ato preparate që janë për parazit të jashtëm edhe të brendshëm, ku edhe Nino është një ndër ata qenë që i merr zakonisht kur fillon prej periudhës të prillit apo majit deri në shtator. Shenjat klinike i ka të gjitha në rregull dhe nuk ka ndonjë problem të matutjeshëm për çka duhet me ekzaminu ma shumë. Kjo është një ekzaminim i rregullt, pra një kontroll e rregullt qoftë e qenet apo qoftë e masës që bëhet. Në disa raste ne rekomandojmë të paktën ne janë vetëm u bëhet analizat e gjakut, vetëm për me pas se si qëndron gjendja, për shembull me qelizat e kuqe të gjakut, qelizat e bardha. Normalisht në raste kur kemi qenë në gjendje patologjike, ndonjë qenë ose masë të sëmur, ne e dim që ajo është me indikacion, dhe të këta qenë me indikacion normalisht analizat bëhen ma shpesh dhe testet e ndryshme, mirë po tek Nino nuk ka ndonjë indikacion. Nino është një qenë shumë i shëndetshëm dhe për këtë arsye tash do të jetë i lirë me shku në shtëpi dhe me vazhdu atë lojën e vet. Mjeku veterinar, përveç kafshëve me pronar, ka shëruar edhe kafshë nga rruga.
të cilat në klinikën e tij kanë ardhur në gjendje jo të mirë shëndetësore. Këto raste nuk janë të rralla. Përveç kafshëve shtëpiake që vinë me pronar, për shembull, siç është qeni, maca, të cilët gjenden në ambientet e brendshme shtëpiake ose në obore, shpeshherë ne hasim edhe në kafshë të cilat janë pa pronar, pra qen ose maca ndacake, që i sjellin tek ne ku edhe pavarësisht për shembull për problemeve të tyre, po zojmë tani që jemi në stinën e verës, jemi duke u futur në stinën e verës dhe jemi në pranverë, shpeshherë i sjellin njerëz për shkak të parazitozave të ndryshme, vërin që kanë ndonjë rriçër, ndonjë plesht, i sjellin për trajtime më të lehta. Në raste më të rënda, për shembull, kur kanë ndonjë sëmundje vërin që nuk po ushqehen mirë, kanë ndonjë problem tjetër, normalisht që i sjellin. Disa nga rastet, për shembull, që i kemi hasni, një ndër rastet më prekse që i kemi pasni në klinikën tonë, është ku një klienti, cili vetë se ka një mace në shtëpi, gjen një mace tek puna e tij, ku ajo mace ka i mungojnë 2 gishta, ka këmbën komplet plagë të hapur, të infektuar me krimba, dhe ai normalisht që e sjell tek ne për me u konsultu se çka duhet me bëu matutje. Pasi ne e kontrollojmë, ja bëjmë testet e nevojshme, shohim që nuk ka ndonjë sëmundje infektive, mirë po është vetëm e keq ushqyer. E para ishte e keq ushqyer dhe e dyta kishte plagën e hapur të infektuar. Dhe normalisht ne e bëm trajtimin, ne vendosëm që me mbajtë në klinikën tonë të hospitalizohet dhe ta japim ne për adoptim. Faktikisht ku edhe kostot e mjekimit i kemi ndihmuar edhe ne si klinik, bashkë me atë personin që e ka sjellë me klientin tonë, ku edhe së asaj dite ajo maca është adoptuar në një familje shumë të mirë, e kishte një jetë shumë të shëndetshme, i ka të kaluar ato të lashe, normalisht i ka 2 gishta që i ka pasur në fillim mungesë, por plaga që e ka pasur është komplet e mbyllur, tani është më shumë i shëndetshëm, prej kur ka ardhur në fillim që ka qenë një kotele as 500 gram, tani është një maçok i cili ka afro 7 kg. E kemi pas edhe një rast kur e kemi hapur klinikën faktikisht, një qen ndacak për ilaçe sofër që na kanë pru, ka qenë gjendje të palevizshme, ku normalisht edhe personi që sjellë tha mundeni me mbajt për shkak të mutit shumë të ftohtë që ka qenë. Ne e kemi hospitalizuar, kemi trajtuar me krejt çka ka pas nevojë, dhe në fund qeni prej një gjendje që ka ardhur palevizshëm komplet duke mbajtur 2 persona, ka dalur në këmbët e veta dhe tani më edhe së dhe asaj dite ne e shohim në përlagje është një qen jashtëzakonisht i lumtur. Gërshetimi i dashurisë ndaj kafshëve me profesionin e mjekësisë e ka shtyr Blen Xhurin që të studioj e të ushtroj tash e 5 vjet profesionin si mjek veterinar. Ideja për me u bo mjek veterinar më ka ardhur për shkak fillimisht të dashurisë që kam për kafshët, domethënë prej se kam qenë i vogël, ne kemi pas në ambientet shtëpiake qen, pastaj edhe maca, edhe në një farë forme përveç dashurisë për kafshë që e kam pas, sepse ajo normalisht nuk është e mjaftueshme, sepse njerëzit i dojnë kafshë, por nuk është që shkojnë me përzjellë atë rrugën me u marrë të jetën me ta, sikur se mirët një mjek veterinar. Mirë po, ndoshta ka qenë edhe pak ajo ndjenja për shkak që unë e kam një pëlqim faktikisht për mjekësinë, për shkak të rrethit familjar. Veterinari trajton sëmundje të ndryshme të kafshëve, duke filluar nga infeksionet, alergjit e deri tek ato më të rëndat, siç janë llojet e tumoreve e kancereve.